përkushtimi natën nëpërmjet namazit, thot Allah subhana, ata që i druajnë Allahut, ata që kanë frikë për Allahut, me të vërtetë do të jenë në kopshte dhe në burime të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala, duke marrë atë që u ka dhuruar Zoti i tyre, me që ata, e që kjo është shumë thelbësore. Do të me që ata me të vërtetë më parë kanë qenë njerëz që kanë bërë mirë, njerëz që kanë vepruar mirë, kanë qenë bamirës. Ata kanë fjetur pak natën duke lutur Allahut, duke falur namaznate dhe në agim kërkonin falje. Sigurisht Allahu subhanahu wa taala këtu na tregon diçka. Pasi na flet që këta e fitua kanë xhenetin dhe fitimi i xhenetit u shpjegua ka me përkushtimin e tyre në gjatë natës duke falur namaznate. Allahu subhanahu wa taala sikurse na jep një rregull, i cili rregull thotë kështu, zakoni kujt është namazi i natës? Namazi i natës është zakoni atyre që e dinë që xheneti ka çmim. Zakoni i namazit të natës është i njerëzve që e dinë që xheneti i Allahut është i shtrenjtë dhe ka një çmim. Dhe rrjedhimisht ata janë përpjekur për ta paguar këtë çmim. Si janë përpjekur? Po na tregon ajeti, thotë do të jenë në kopshte dhe burime duke marrë atë që u ka dhuruar Zoti i tyre, me që ata me të vërtetë më parë kanë qenë bamirës, kanë bërë mirë. Dhe si kanë bërë mirë, si e kanë konkretizuar këtë mirëbërje, thotë ata kanë fjetur pak natën, nga që një kohë të natës e kishin lënë për ta falur namazin e natës.